Në sulmet e fundit ruse ndaj kryeqytetit Ukrainës Kiev është ndarë nga jeta si pasojë e djegjeve në 45% të trupit të saj e veja e inxhinierit të parë që u nda nga jeta si pasojë e shpërthimit të centralit bërthamor të Çernobilit. Volodymyr Zelensky e përshkruaj Natalia Kondemchuk si viktim të një tragjedie të re të shkaktuar nga Kremlini. Gati 4 dekada pasi bashorti i saj Valeri u vra brenda reaktorit bërthamor numër 4 të Çernobilit. Valeri ishte i vetmi punëtor i uzinës, trupi i të cilit nuk u gjet kurrë. Një operator i pompës qarkulluese, ai ishte në sallën kryesore veriore të reaktorit në prill të 86-s, kur shpërthimi shkatroi njësinë dhe eshtrat e tij janë ende nën rënoja. Pas shpërthimit, Natalia Kondemchuk u evakua nga shtëpia e saj në qytetin Pripyat dhe ju dha një apartament në Kiev. Një dron u rrëzua në anë të ndërsesës së saj, e cila njihet ndryshe si ndërtesa e të mbijetuarve të Çernobilit. Ajo pësoi djegje 45% dhe u nda nga jeta më vonë në spital. 6 persona të tjerë u vranë në sulm. Bloku i apartamenteve në Kiev është shtëpia e ish punonjësve të tjerë të Çernobilit, përfshirë dhe Ananenko, i cili u zhyt në një rezervuar poshtë reaktorit duke parandaluar dhe shpërthimin e dytë dhe fatal që mund të kishte ndodhur i Çernobilit. Çifti u takua për herë të parë në vitet 70 në mensën e Pripyatit, ku Natalia punonte pikërisht aty. Ata kishin 2 fëmijë, një djalë Ole dhe vajzën Larisa. Në orët e para të shpërthimit të 86-s, ai vizitoi njësinë mjekësore dhe morgun e Çernobilit në kërkim të bashortit të saj të ndjerë, por në fakt nuk e gjeti më kurrë trupin e tij.